Partia Demokratike ka zyrtarizuar ekipin e ridrejtues, duke përmbyllur procesin e riorganizimit të strukturave të saj drejtuese. Në daljen para mediave, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi drejtuesit e zgjedhur nga Këshilli Kombëtar dhe e cilësoi procesin si një shembull të funksionimit të demokracisë së brendshme në parti. Ka një ripërtritje të madhe me personalitetet ndër më të shquarat të fushave të tyre në drejtimin e Partisë Demokratike. Kjo dëshmon vendosmërinë e kësaj partie për ripërtritjen. Kjo dëshmon gjithashtu potencialet e saj shumë të mëdha. Kjo dëshmon gjithashtu votën e lirë si mekanizëm themelor të funksionimit të kësaj partie. Pas votimit në Këshillin Kombëtar, Flamur Noka u rikonfirmua në detyrën e sekretarit të përgjithshëm pasi fitoi garën përballë deputetit Sajmir Korreshi. Ndërkohë, drejtimin organizativ të partisë do ta marrë Klevis Balliu, ndërsa skuadrës së nënkretarëve ju bashkuan dy emra të ri, Nikola Kedhi dhe Erisa Bajaziti. Në të njëjtën kohë, Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj nuk ju nënshtruan votimet, pasi statusi i tyre përcaktohet nga funksionet që mbajnë, ndërsa gara për postin e nënkretarit u fitua nga Blind Këlliçi, i cili mori mbështetjen e shumicës së anëtarëve të Këshillit Kombëtar përballë Luciano Boçit. I pyetur nga gazetarët për reformën zgjedhore dhe kërkesat për ndryshimin e sistemit elektoral, Berisha ritheksoi qëndrimin e Partisë Demokratike në favor të një sistemi proporcional kombëtar me lista të hapura. Komisioni Pala Socialiste ka ndryshuar qëndrimin dhe kërkon ta miratojë pa Partinë Demokratike. Ne konstatojmë se po ndërpritet procesi, s'kan përfunduar konsultat akoma, aty ndryshojnë gjërat, socialistët Edi Rama duket se urdhron komisionin që të shkojnë në mënyrë të njëanshme. Kreu i opozitës komentoi edhe zhvillimet e fundit në raportet mes Kosovës dhe Serbisë pas deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, e cila kishte deklaruar se nëse do të ishte në vend të Slobodan Miloševićit, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Ne kërkuam menjëherë shpalljen e saj non grata dhe iniciimin e një padie për mbështetje të genocidit dhe të spastrimit etnik nga një ministër e vendit që i ka kryer këto akte. Por unë ju garantoj dy gjëra. Për sa kohë ajo rrin atë kabinet, ajo ka shprehur mendimin e padronit Edi Ramës Aleksandar Vučić. Dënoi me forcën më të madhe heshtjen e turpshme, heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare ndaj deklaratës së një ministri të Beogradit. Ndërkohë që shpall non grata qytetarë të Prizrenit pse marrin pjesë në protest, ndërkohë që shpall non grata deputet të Maqedonisë Veriut përfaqësues të shqiptarëve në aktin më të turpshëm, më vetposhtrues, nuk guxon të shpall non grata ndaj ministrës Monster që kërkonte spastrimin etnik të gjithë shqiptarëve nga Kosova.